Specialist për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare Ferrumatal në prokurori nisi procedimin e gjendë të lirë për shtetasit Ahmet Ritebezier banus në Shkodër për vetë penale, ushtrim i aktivit tregtar të palishëm, moslëshimi i kupimit timor, fshija të ardhurave dhe punësi i palishëm, pasi nga verifikimet e kryer në subjektin e tij tregtar, rezultoi se ushtronte aktivitetin në kundërshtim me ligjin dhe kishte dy punonjës të pasiguruar. GV 32 vjeç banos në fshatin Bardhaj për vetë penale, tregtimet e transportimit madhë kontraband, kontrabanda madhe që paguhet akcizë dhe kontrabanda madhe të tjera, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në marketin e tij janë konstatuar madha të ndryshme të dyshuar të kontrabanduara. Specialist sektor të qellim drogor, Ferrumatal në prokurori nisi procedimin e gjendë të lirë për shtetasen Jeme 27 vjeçe, banosën në fshatin Hot pas ditën e djeshme në fshatin Hot, duke drejtuar automjetin ka humbur kontrollin dhe sipas së automjeti është përplasur me automjetin me drejtues shtetasen Lem 44 vjeçe, banosën në fshatin Hot nga aksidenti u dëmtuar shtetësia Jeme dhe pasagjerin e automjetin e saj shtetësi Meme, i cili ndodhet në spitalin e Tramës në Tiranë në kujdesin e mjekëve. Specialist për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër e Ferrumatal në prokurori nisi procedimin e gjendë të lirë për shtetasin AH 33 vjeç banues në fshatin Ragam, pasi dyshohet se ka përndjekur një shtetase. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër për veprimet e mëtejshme.